Allahu Azza wa Jalla në vend tjetër në Kur'an thot: Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Mas shumti që ja kanë frikën Allahut Azza wa Jalla janë kush? Janë dietarët. Kështu tha Allahu Azza wa Jalla. Mas shumti që ja kanë frikën Allahut janë dietarët. Dietarët pra janë ata që e njohin mësmiti Allahun Azza wa Jalla. E njohin Allahun, e njohin emrat e tij, e njohin cilësitë e tij, e njohin bukurinë e Allahut Azza wa Jalla që ai ka përshkruar veten e tij dhe pejgamberi ja ka përshkruar. Njerëzit e dijes janë ata të cilët e dinë se ato që ka thënë, janë njohin dinin e Allahut Azza wa Jalla. Janë ata që e dinë se po u bë kjo vepër, shpërblimi për këtë vepër në xhenet është kështu dhe kështu. Ata janë që e dinë se po u bë ky mëkat, ajo që e përret veprusin e këtij mëkati në xhenem është kjo dhe kjo. Prandaj Allahu i përshkruajti tha më shumë ti çka ja kanë frikën Allahut Azza wa Jall janë dietarët. Sa më shumë ti ta njofsh Allahun Azza wa Jall, sa më hoxh më i madh ti jesh e praktikues normal, atëherë më shumë e ke frikën Allahut Azza wa Jall.